Me datën 17/4/2017, Rinia Studentore Kadri Zeka organizoi ekskursion me studentët e Universitetit Kadri Zeka në Gjilan. Ku pata rastin të jem edhe unë si vizitor me studentët, dhe tek po bëheshim gati, po mendoja se ekskursionit janë gjëja më e mirë që njeriu në kohën e rinisë i përjeton. Kanë kaluar shumë kohë dhe më kujtua sërish koha e rinisë, tek po shija këta student, vajza dhe djem. Dikur ishin kohëra të vështira, ishim në okupim dhe as lëvizja nuk ishte e lirë, ishim si të thuash si robër. Nuk ishim as universitet në Gjilan. Lufta dhe gjaku i derdhur për liri, të mira luftëtarëve, dëshmorëve të lirë, u bë ajo një dritë për gjithë këta breza. Pa e tepruar do të themi se amaneti tyre ishte dhe do të mbetet të jetë Kosova e lirë një shtet i përparuar dhe demokratik. Disa amanete u plotësuan, 17 vjet mbas lufte, njerëzit janë të lirë. Kjo gjenerat ishte në fillet e saja, tani këta janë student. Gjilani nuk ishte as universitet, tani ka dhe i ka kthyer emrin pishtarit të lirisë Kadri Zeka. Është nder të studioje dhe të mësoje gjeneratën e lirë në këtë universitet. Universiteti i Gjilanit është themeluar me vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës mbi themelimin e universiteteve publike me datën 6 mars 2013, të cilin e miratoi Kuvendi i Kosovës me datën 31 maj 2013. Universiteti Publik i Gjilanit përbëhet prej 4 njësive akademike: Fakultetin e Edukimit, Fakultetin Juridik, Fakulteti Ekonomik dhe Fakultetin e Shkencave Kompjuterike. Pjesëmarrja e studentëve ishte masive, pra kishim gjithsej 10 autobus dhe tani do të nisemi drejt Ujvarës së Mirushës dhe më pas drejt qytetit historik të Prizrenit. Ky është autobusi numër 4. Po, juridik. Fakulteti i Edukimit dhe Shkenca Kompjuterike. Duke pritur disa minuta, nuk kanë mbërrit gjithë studentët. Organizatorët duhet t'i verifikojnë listat. Blerina Ajvazi, absolvente, po kërkon autobusin për të tubuar që studentët e drejtimit juridik. Organizimi i këtij ekskursioni ishte bërë nga Rinia Studentore e Universitetit Kadri Zeka. Gjubën më së hatë se na që se... Jo, dhe më së hatë. Për këtë organizim, studentët u ndanë të kënaqur dhe me këtë rast falenderuan Rininë Studentore Kadri Zeka për organizimin e shumë aktiviteteve të dobishme për studentët në Universitetin Kadri Zeka në Gjilan. Elvares hazire çfarë? Oh, gati.
Autobusi pas nisjes kalon nga Gjilani në drejtim të Ferizajt. Gati 30 minuta udhëtim, kemi mbritër në grykën e Lapushnikut. Ndalemi për një pauzë pranë një marketi. Alfred veti që shkon organizimi. Po, se në mjërë dhe verbale, ka të zëjke që me gazën në shkaqe mjetë e këtë rejnë. Të lista sa i të një Krejt jam të. Që shkon organizimi. Mirë, perfekt është të shku dhe i stash. Ales, okej. Stash doher ka me shku dhe mami. Sa autobusa krejt? Ku është rinia aty, s'kam qysh me shku dhe... Kena edhe gjarë për mbrot. Do ne, kur keni gati shkojnë. Përfaqësimi i studentëve është i organizuar në Parlamentin e Studentëve dhe Këshillet Studentore. Sipas kryetarit të Këshillit, organizimi po shkon si më së miri. Të rinjët kanë gjithmonë sens për humor. Migjeni, poeti i mjerimit, nuk e thoshte pa shkas. Qeshu, rini qeshu, bota është e jote. Kemi britur në destinacionin tek ujvari e Mirushës. Nga këtu duhet të thuar në këmbë, terreni është i vështirë dhe jo i përshtatshëm për ecje. Një vit pushimit. Këto e organizojnë studentat. A më një herë në vit, a dy herë në vit? Nëse s'gaboj, e bojnë gjatë verës, që po menojnë që tajmë pranverë, edhe një herë e bojnë dimrit në brezë. Përmirësimi i infrastrukturës është më së i dëshirueshëm. Këtë e pëndësojnë të gjithë. Njëri ndër organizatorët e rinisë studentore të Universitetit Kadri Zeka, Alfred Halili, thotë se shteti duhet të bëjë më shumë për të përmirësuar infrastrukturën në mënyrë që të ketë më shumë vizitor dhe shkurja deri tek ujvari e Mirushës të bëhet atraksion i vërtet dhe të jetë komod.
investu shteti? Duhet për me investu e për me zhvillu edhe turizmin se i mungon Kosovës zhvillimi i turizmit. Sidomos këtu tek ne turizmi ma larë që ka mujna, se ka plot vendet bukura duhet me i eksplorue edhe kemi që ka me prezentu për turist. Po, rruga që shton është problem tani. Po problem, po kjo është fajtor shtetit që s'ka investu e për me kriju kushte adekuate për me më rritu. Profe, we are lost. Ina hu. Tash? Ujvarja me rushës është një atrakcion më vete, një mrekulli. Dhe gjithë këto dje me vajzë duken si në tregimet prallore. Lumta të ri që kanë mundësi të shijojnë ditët më të lumtura të rinisë, pjesës më të mirë të jetës.
organizu me rëmë tu. Përshëndetje. Mirë jemi të kaluar, u kënaqëm. Linja studentore Kadrizeka prej Gjilanit. Apo të pëlqen vendi? Juve apo ju pëlqen po? Shumë mirë vendi. Organizoni shpesh ku takimet? Një herë në vit. Organizojnë aty. Si rinjen. Amo rruga, aty një ankesa për shkak rrugës dhe organizimit të rrugës. Po, ankesat janë se faktikisht shteti nuk ka ndërhyjtur për me rregullu diçka me vo kushe më të mira për me zhvilluar turizmin malore së ndërgjashme. Shumë mirë. Po si atraksion i mirë. A vinë shumë turista, vini që vinë turista? Po vinë. Zakonisht vjen dhe s'po vinë që. Vishne u falë, se se pina bjerë. Kjo është kretore. Kjo është maj madhe nga. Kurta qese, një kohë në relativën në qitë. Nga ujvarja Mirushës, udhëtimi vazhdon drejt qytetit të Prizrenit. Qyteti ka ndryshuar dukshëm këto vitet e fundit. Për herë të fundit kam qenë në këtë qytet në vitin 2003, 3 vite pas luftës, shumë ka ndryshuar nga atëherë. Bukuritë e tij natyrore vren kudo, arkitektura mesjetare, trashëgimitë kulturore dhe shumë llojshmëria etnike. Prizreni është qyteti i lashtë, sa munduan ta pushtojnë, por nuk u mundën. Megjithatë gjurmë të këtyre përpjekjeve mbetën aty të pashlyer. Po, këtu është pjesa qyteti vjetër, tash jemi të shumë të Prizreni si gjithmonë tani më është bërë një ndër qytetet më atraktive për vizitor. Vështirë është të gjesh vende lokale për të shijuar ushqime tradicionale. Shumica ja dalin të zënë vend në restorantet e preferuara.
Ta vizitosh Prizrenin dhe të mos ngjitesh lart deri në Kull, është sikur të mos kishe vizituar atë fare. Rruga që gjarpron deri në Kull është shumë e thepisur, e mundimshme për të shtektuar. Nga Kulla shihet i gjithë qyteti. Alfred Halili na tregon disa nga këto atraksione. Malet me borë të sharrit i shohim nga lartësia. Zëri e zanit të xhamive Gumzhin. Prizreni është model i bashkëjetesës mes kulturave dhe etnive të ndryshme. Ky qytet është vetë tradita e pasër e tij. Nga të gjithë vizitorët student morën vetëm mendime pozitive nga ekskursioni. Arretëm, a? Mrenëm, në nëzit. Tu e në të kaloja Prizrenit, prej ku të shifët komplet qytetit. Që është lidhja e Prizrenit. Shtëpia lidhjes Prizrenit. Xhamia, shtëpia lidhjes Prizrenit. Po tjetër, hajtë të tregoj. Si u ka pëlqyer qyteti mirë, a? Oj, Jon! A jeni kom për para? Po, jemi konë dhe marrë. Amo tash pak ma të rritu, na, me shoshni, me rreth ma të afërt, shumë ma mirë. Ju si u pëlqej Prizreni? Shumë, Mirë, a? shumë mirë. Na konë edhe ma herët, ama tash është pak ma ndryshë. Blerina i Vazi lidhur me qëllimin dhe organizimin e ekskursionit për emisionin mesnesh, ndër të tjera shprehet. Ekskursioni rini janë trip ku më parishim tek Ujvara e Mirushës, ndërsa tani gjendemi tek kaloja e Prizrenit, ku jemi duke kaluar si shoshin edhe veç shumë mirë. Eksperienca të reja dhe përvoja të reja na presin e të ardhme së bashku me rinjtë studentore. Faleminderit. Dal nga dali erdhi funi kësaj vizite. Me këtë vit në muajin maj janë zgjedhje studentore ku garojnë 2 organizata studentore, të cilat përmes aktiviteteve dhe platformës së tyre synojnë mbështetjen e studentëve. Themelimi i Universitetit Publik të Gjilanit ishte një ngjarje shumë e rëndësishme për qytetarët e komunës së Gjilanit, të rajonit të Anamaravës si dhe Luginës së Preshevës. Rinia studentore ka synime për të ardhmen, të shkollohet dhe të ndërtoj të ardhmen në paqe dhe harmoni me njëri tjetrin. Rinia duhet jetë e lirë dhe me perspektivë, duke lënë mbrapa të kaluarën tonë shumë të hidhur. Kur nuk ishim as universitet, as mundësi të bëjmë ekskursione si që bën gjeneratat e reja sot. E çka mendon ti Kungulli, arret gjithë dhe mbi ujë ajo? A çfarë mendimi ke për dardhat e kaltë? Dardhat e kaltë.